Në studio Zonja Përnaska, jemi rikthyer në studio, po flasim për projekt ligjin për barazinë gjinore që mesa, po më thonë tani edhe në kufje, në parlament po kalojnë amendamentet e këtij projekt ligji. Pra ka filluar procesi i votimit të projekt ligjit që me gjatë se ka ndryshuar në vazhdimsi. Dakor, do ta mësojmë, dakor, nëse kanë ndodhur ndryshime do ta kuptojmë. Gjithsesi, ka ndodhur dhe diçka tjetër, sepse ne e nisëm emisionin me deklaratat e Berishës dhe me reagimet, por pas mbledhjes së grupit parlamentar të grupit Partisë Socialiste, Taulan Balla ka kërkuar ndërprerjen e diskutimeve dhe përsa i takon deklaratës së Berishës për Gonzaton, Balla deklaroi se grupi i Partisë Socialiste do të propozojë një rezolut për distancim nga gjuha e përdorur nga Berisha. Pra, Parlamenti që as për Serbinë nuk ka kaluar një rezolut, për gjuhën e Berishës do ta kalojë një rezolut. Megjithatë, nga çfarë do distancohet parlamenti? Devijim shumë i bukur nga gjithë debati politik që po vjen këto ditë me këtë devijim. Këto janë lojrat e politikës perfekt PR. Makiazhi. Këto janë bashkë me ne këtu. Të politikës ditës që ne nuk i kemi arritur. Në vend që debatit ishte krejt në vend tjetër për politikën, them jo për ne, se ne bëjmë e çojmë debatin aty ku mendojmë që opinioni publik ka interes, e kanë quar te Gonzato, te orientimi seksual dhe te gjua e Berisës. Po që s'ka lidhje fare, as me hallet që kena ne, etikën. as me çështje që po diskutojmë. Po të lutem. Tani, mendon që gjithë ky debat që po zhvillohet për këtë projekt ligj, mendon që na çon natyrshëm dhe tek tema martesa e brenda të njëjtës gjini. Pikërisht për tani. Që nuk jetë ligjërisht në Shqipëri. Janë të gjitha pra ekziston kjo frika. Janë të gjitha këto tema që nuk i zgjidh ky ligj. As nuk i jep zgjidhje ky ligj. Por mund të na çojë. Duke lehtës, pra duke zgjeruar definicionet, patjetër që një ditë do hapen edhe këto temat e tjera. Do hapet edhe puna e kuotave, sepse deri më sot ne kemi njoft kuotat burrat dhe gra, sipas gjinisë tradicionale seksuale. Dakor? Tani që ashtu edhe gjinia sociale, pra si ndjesh, si, fillojnë të mohabetet e tjera, XY, X, X0 plus 1, kështu një 70 e sa copa aty, ku diun se çfarë. Tani duan edhe këta kuotë. Sipas të ligjit, do të mbyllen kuotat edhe këtyre. Se ka kuota. Prit. Dalin për te 100%. Ka një problem që ta thjeshtojmë, se këtë desha të thjeshtoj. Shoqëria shqiptare është mësuar të kuptojë që të trajtojë grupet marginalizuar, ta zëm, ku diun, pensionistët, invalidët, ishpronarët, ishpërndjekurit, që janë shtresa reale që kanë halle. Në thonë të vërtetën. Dhe, disa për këtyre u japim dhe abone autobusi. Unë personalisht nuk kam në problem me jetën personale të askujt me të bëtë qatë dojë. Dhe besoj që shumica shqiptarëve, ne këtu në barometre kemi matë atë. E kemi matë këtë gjë. Duhet ta them se e kujtoj shumë mirë atë histori. Dhe shqiptarët nuk e kanë problemin me jetën personale të dikuj tjetër. Sigurisht, shqiptarët janë aq homofobik, unë jam homofobik, nuk kam të drejtë fyej pa tjetër, duhet ta menaxhoj homofobin time, po homofobia është njerëzore, ka lind me njeriu. Nuk ka lind, nuk luftohet me ligje, sa është çmenduri. Po është tem tjetër edhe kjo. Pra, gjithë të grupet e marginalizuara sociale, tani do na shtohen dhe grupet tjera. Përveç diskutimit burra e gra, do shtohen dhe ti e menaxhon homofobin, po ka të tjerë që mbase se menaxhojnë dot, po. Për sa kohë, shikoj edhe një herë, për sa kohë që kjo ruhet në respekt të lirive dhe të barazive, asnjë problem nuk ka, asnjë problem nuk lind. Secili ka drejtën e vet, të jetojë jetën që do të jetojë. Por nëse kjo ndarje e re sociale ose ky profilizim i ri social duhet shërbej si abone për të ecur në autobus pa lek, apo për të hyrë në parlament pa gar, apo për çfarë them unë, se me gratë u hollodisen këta. Me kuotat e grave, që është çmendurim se nuk ta zgjidh problemin kuota gjinore, nuk e zgjidh kuota. Të lutem. Po, e futen në ligj dhe çfarë bëjnë? I bëjnë ata listat pastaj shkelë shkollë, edhe hajde si ta gjejmë t'ia fusim celibashit, e kupton? Se nuk ka burime njerëzore të mjaftueshme sipas gjinive për të garantuar parlamentin, për të garantuar këshillat bashkëake, më thash. Janë disa politika vetvrasëse, të cilat ne nuk e jemi shoqëri shumë e vogël më. Po ku unë kuptoj që në Amerikë, ku diun, në 300 milion banor, ka sens kjo gjë. Unë kuptoj që në Kanada ka sens kjo gjë. E kuptoj që çfarë them unë, nuk e di se në Europë s'para flet për këto gjëra. Por, Manjan, të lutem. Përfundoje që të fus pak parlamentin se po kalon. Por thelbi është kjo. Në qoftë se këto ligjesh do shtojnë faturën e aboneve për të marrë privilegje,
Ku unë vetë nuk e pranoj këtë gjë, më thonë vërtetë, se unë nuk e qoj barazime, Ta këta e ndjekim qoj pak diskriminim. parlamentin të lutem vetëm këtë momentin që po votohet projekt ligji? Me që jemi live edhe po ndodh. Tani? Abstenim, miratohet, urdhroni, Zoti Balla, amendament. Zoti kryetar, janë dy ndryshime këtu që edhe për transparencë të publikut është mirë që ti themi dhe që ka një dakordsi plot publike. Gjini ishte në variantin e parë, sipas këtij ligji ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë së mosdiskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehje gjinore, rishkruhet gjini nënkupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat. Përkatësi edhe përkatësi e shumëfisht ishte, gjojeni me kujdes, ndërlidhja, kombinimi i gjinis me karakteristike të tjera si mosha, aftësia e kufizuar, prejardhja e migrantëve, etnia, orientimi seksual ose prejardhja socioekonomike, ndryshon dhe bëhet përkatësi e shumëfisht, ndërlidhja, kombinimi i gjinis me karakteristika të ndryshme të parashikuara në legjislacionin fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. Zoti Balla, këto nuk janë amendamente, janë të përfshira. Po i citova që janë përfshira aty. Dakor. Po. Kështu që nuk ka, ju lutem. Nëse ka amendamente, merret fjala dhe prezantohet amendamenti. Po sqaroj Zotin Balla që këto amendamente janë përfshirë në variantin e komisionit dhe ne po edhim në diskutim variantin e komisionit. Kaq është procedurë. Atëherë, neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. Mirë, ky ishte diskutimi, rëndësik ishte sqarimi që bëri kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, megjithëse zonja Lakatari i lexoi ato ndryshime ashtu siç kanë kaluar, siç po kalojnë në fakt, se tani është votimi nend për nend dhe mund të zgjasi, po gjithsesi është miratuar projekt ligji në parim, 77 vota pro, 36 kundër, nuk di nëse ka abstenim. Gjithsesi, 36 kundër. Sqarojmë 2-3 koncepte që Patjetër, ti sqarojmë. Patjetër. Shiko, se me të qenë se Zoti Manjani është dhe jurist dhe mund të kuptohen. Se u fol tu për barrën e provës, që u ngrit si shqetësim, se edhe për këtë është spekuluar shumë dhe është hedhur këtë gjë. Është ky koncepti i kalimit barrës provës, e para herë neve e kemi minimalisht në 3 ligje. Prej shumë kohësh. Mirë, po pastori thot për çështje për deklarata që kanë të bëjnë me raport shumë gjëra, nuk janë për t'ju përgjigj shqetësimet pastorit, janë për të informuar publikun që të kuptojë me para herë që gjërat që janë diskutuar shumë dhe që janë thënë dhe nga pastori, janë gjëra që ne i kemi herë rreth parë. Identiteti gjinor, siç u artikulu dhe më përpara, është një gjë që ne kemi futur që në 2010 për ta mbrojtur nga diskriminimi. Identiteti gjinor lidhet kryesisht me transgjinore, që me transseksuale, me transgjinore. Orientimin seksual. E kemi që në 2010 neve. Kështu që janë koncepte. Barra provës që është faltu sikur është tragjedia, e kemi. Kodi punës e ka në marrëdhëniet e punësimit, kur ka diskriminim, kalohet barra e provës tek punëdhënësi. Kur, patjetër, ai që ankohet jep disa aspekte që në pamjet parë mund të nxisin dyshimin që mund të këndojnë një sjellje diskriminuese. E kemi në kodin e procedurës administrative. Kod i rëndësishëm në gjithë administratën vlen parimi i barrës provës për diskriminim. E kemi, dhe ligjin për mbrojtje nga diskriminimi dhe është përfshi në këtë vazhd dhe nuk është shpikje e jonë kjo. Kjo është shpikje e gjykatës Strasburgut.
Për shkak të vështirësisë. Po çështja e kuotave gjinore, se kemi për përfaqësimin e grave, po për kuota për të gjitha gjinimin pozitiv. Po të lutem ti marr sepse duhet t'i sqaroj. Për shkak të vështirësisë që ka për të provuar diskriminimin. Prandaj është bërë kjo punë. Po dalim te kuotat gjinore. Kuotat gjinore në vetvete quhen masat posaçme dhe të përkohshme. Pra kuotat gjinore ideohen si koncept, jo për të qenë aty për herë. Por për të arritur atë që quhet barazia reale në një sektor të caktuar. Në rastin konkret është synuar. Kuotat gjinore për gratë i dim. Në rastin konkret është synuar Parlamenti dhe Këshillat Bashkiake. Tani ideja është që kuotat gjinore do duhet shërbejnë për të ndrequr pa barazi, të cilat liria nuk i vendos. Që do të thotë, partitë politike përpara kanë qenë të lira të vendosin kandidatët e tyre. Nuk kanë pas asnjë lloj kuotizimi. Por trendi ishte që gjithsesi partitë politike në pjesën më të madhe kandidonin burra dhe për rrjedhoj parlamentit kishte më shumë burra. Çka do të thotë që gjinia, sa bukur u thash 52% gra, në organin vendimmarrës rezultonte 5%, 7% dhe kishte një. Atëherë kuotat gjinore synimi flas, pavarësisht sa është arritur e tjerë, kanë këtë synim, që të mund të nxisin barazinë reale aty ku liria nuk arrin ta realizojë. Te ky projekt ligj, a poshtohen kuotat për të gjitha gjinit, pra dhe për gjinit e tjera? Nuk jam dakord me atë lloj aspekti fare. Nuk hyn në këndvështrimin tim fare kjo gjë. Po është në ligj, mo. Ligj, po dakord, po ligji merret me barazinë midis burrave dhe grave dhe synon këtë lloj gjë. Nëse eventualisht në të ardhmen mund të ketë, nuk e dim, unë nuk kam si pastori, nuk kam mundësinë të parashikoj që do ndodhi të ardhmen. Unë them për çe po flasim tani që kemi. Po në atë deri ku mund të implikohen ligjet e tjera. Koncepti i përkatësisë shumëfisht, që të kuptohemi, e gjejmë gjërësisht, jo vetëm legjislacion, po dhe në hartim politikash, neve kemi përkatësinë e shumëfisht, një nga parimet bazës si hartohen shumë politika sociale. Ç'do të thotë? Problemi që neve i kemi pas parë gjërat më përpara, i kemi kategorizuar në një çadër shumë të madhe. Për shembull, ne thonim persona me aftësi të kufizuar. Okej? Po ka shumë llojshmëri aty brenda. Dhe të parit vetëm në një këndvështrim nuk lejonte që ti të shikoje disa nevoja specifika dhe të veçanta që kishin disa grupe të veçanta. Pra ti thoje aftësi të kufizuar, po ti kishe në mendje personat paraplegjik dhe tetraplegjik dhe të verbrit. Po ti injoroje faktin që ka dhe persona që nuk dëgjojnë. Tani, s'kemi vetëm persona që kanë aftësi të kufizuar intelektuale. Përkatësia shumëfisht ç'a bën? Zmadhon lentën, i shikon problemet për disa karakteristikat ndryshme që dikush mund t'i mbarti në vetvete. Të kuptohemi, çdo kush ka përkatësi të ndryshme, të shumëfisht. Pyetja bëhet praktike. Një grua thot, unë jam lesbike dhe nuk më lën partia X të hyjë te lista e grave. Barën e provës se ka partia. Atëherë. Dakor? Ç'a bëj? Ç'a bën? Kjo është rast konkret. Atëherë, nëse një grua, ja të them unë, ja ku dalim ke përkatësia dhe se ne kemi dhe koncept diskriminimit shumëfisht në ndër sektorë. Jo, ligji e ka zgjedhur, ligji thotë, ja ta them unë, të japë informacion. Ligji i ri e ka zgjedhur, ka thonë 70-30% ke gjinia tjetër. Kjo është shkoj mirë, dakor. Ora ka shku parlamenti për lesh. Gjë mua. Nëse kjo grua, ja ta them unë ku hyn përkatësia shumëfisht. Nëse kjo grua nuk futet në lista vetëm për faktin që është lesbike, pretendon ajo më burr se tash nga pretendimi. Tash unë po marr të mirëqen faktin që del që në një komunikim, në një mesazh është thënë kryetari që nuk e marr atë lesbikën, ja këtu hyn përkatësia shumëfisht, sepse nuk është se nuk po merret vetëm se është grua, po sepse është grua dhe lesbike. Përkatësia shumëfisht Shtem dhe i grup tjetër, pra, dakord, jam, e kuptojnë atë. Të më falë se po drejtohem me ore. Po, patjetër, momenti. Të gjithë kemi përkatësi shumëfishta, sepse kemi... Jo. Po të lutem. Unë se kam. Po i sekund, po sepse po keq kuptohesh me termin, nuk po them gjinit shumë, po them përkatësi. Unë gjinin e lidh me seksin, këtë më bëhet e kot. A je burr ti? Më thon drejtën. Është një përkatësi, shumë burr. Dhe quhen burr. A je nga Tirana ti? Po kjo është s'ka lidhje me gjinin, ka lidhje me identitetin. Këndiq arsyetimin. A je nga Tirana ti? Jo. Është një nga je. Ç'si ka nga Lezhë. Është një përkatësi. Edhe kjo, jo, nuk është përkatësi. Po është një përkatësi. Jo. Është një përkatësi pra sepse dikush ka emër, prejardhje quhet. Përkatësia shumë, të lutem. Përkatësia shumëfisht do të thotë që të gjitha ato shkaqet që parashikohen në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, të cilat dikush mund t'i mbarti. Okej, ti nuk qeke, ti qeke vetëm një gjë. Unë jam disa gjëra. Jam edhe burr, edhe musliman, edhe nga Elbasani, edhe me aftësi të kufizuar. Në rregull?
Që do të thotë, unë mund diskriminoj, të lutem, ma ndiq arsyetimin, besoj që ne po flasim. Nuk po xhiroj kot, besoj që po dal diku. Pra, unë mund të diskriminohem vetëm për faktin që jam burr, por mund të diskriminohem edhe për faktin e një ndërthurje të faktit që jam burr dhe musliman. Kjo është përkatësia shumë fisht. Pra kur ti nuk diskriminohesh vetëm për një shkak diskriminimi që është përcaktuar, por për shumatoren e këtyre shkaqeve ti e për të dyja këto gjëra dhe për të treja. Kjo është përkatësia shumë fisht. Ligjet e drejtësotme, që diskriminimi, jo jam shumë i qartë, kam qartë atë, pra të thash. Kjo gjë nuk ka bërë gjë tjetër, më ka shtu një karta biank, ka shtu një abone më shumë, sepse diskriminimi për shkak përjardhjes, racës, origjinës, biznesit, statusit social, i pasur i varfër, është sot në ligj më. Por ndërthurje, kjo bën ndërthurje, është një karta biank më shumë pra këtë po them. Po patjetër më është abone. Është abone sepse ti ç'i ndodh me shqiptarin. Jo mëse i hasim në punë, unë mund t'jap shiko. Kemi artikulu jurisprudencë, mund t'ja u jap ti konsultoni për këtë gjë. Po, unë besoj tek mentaliteti ose tek jeta ku jetojmë, tek shqiptarët tonë. Dakor? Po kjo shqiptarë po flasim. Nuk flas për Kanadanë, Amerikën, nuk flas për shqiptarë. Shqiptari është edhe do të gjej këtë shumë fishtin që thua ti, që të identifikohet me sa më shumë gjëra, që të filloj të kuptoj që këtij i takon një gjë që vetëm këtij i takon. Nuk çdo kush mund të bëjë pretendime, a do qëndrojë apo jo është tjetër histori. Kjo është Shqipëria, në këtë Shqipëri unë kur nuk e kam dashur të them nuk e dua kur. As më tepër as më më se shoqëritë e tjera në për këto punë. E njëjta gjë. Por nuk krahasohem me tjerat fare. Për të kuptuar identifikimi me shumë fishjen është me thënë drejtën një justifikim i pavëve, i maskarimve, i çfarë them unë ty, parazitëve, i njerëz të cilët unë vërtet jam nga Lezhë, por nuk e di, dikush i ka inat lezhianët, por unë jam burr, edhe unë nuk e kam për shkak se jam burr, për shkak kjo është muhabet kot. Kjo është më ufshe mas të vërtetës. Në një rast do të qëndroj. Jo në një rast, dikush në shumicën e rasteve kështu më. Po në shumicën e rasteve kështu më burr. Mund të diskriminohet. Absolutisht. Përse ne dalim them për shembull ne kemi me komunitetin, ne kemi pas diploma ne, them unë gjë ty. Do të them një gjë që ta dish që është kjo. Kemi pas neve raste kur janë kërku aplikant për të aplikuar diku dhe është ta ketë diplomën ke Universiteti i Tiranës. Okej? Po. Po mirë, kjo është standard. Kjo është standard. Është ja ku erdhi filloi teoria ime. Po pse duhet me patjetër mos e kesh te Tiranës që ti je njësoj, nuk je njësoj më vëlla. Po patjetër që po. Ja pra ky ligji krijon një favor të panevojshëm. Ja pra nuk mund të jetë ashtu, sepse Universiteti i Tiranës ka standard tjetër, ka standard. Po marr shembull hipotetik. Në gjithë botën universitetet kanë klasifikime. Rankimi bazë merite është tjetër gjë. Po sigurisht, po çfarë tjetër? Vetëm bazë përkatësie është tjetër gjë. Mund diskriminon se s'kan atë diplomën që do ti. Të lutem. Jo pra. Është pa drejtë. Tashi, gjëja pra, neve sot kemi koncepte, diskriminim të shumë fish, diskriminim, dhe nuk është se i kemi vetë, është sepse ndodh janë kanar nga jeta, nuk i kemi bërë që të kuptojmë. Nuk janë bërë këto gjëra se i do Europa, jo më jo. I kanë nxjerrë realiteti. Ne po themi çfarë thotë Taulon Balla, kur e do nga Europa, ai është për zonë opozitës së Europës. Edhe kur janë bërë, edhe kur është bërë një politikë, edhe kur është bërë më përpara një politikë. Duke qenë se nuk merrte parasysh, pra bëjmë politika për gratë. Okej. Po prit më se, bëjmë politika për gratë. Po a do duhet i dedikojmë se me vërtet grua është edhe ajo që rri në kryeqytet, edhe ajo që rri në zonë rurale, edhe ajo që është me ofsit kufizuar, edhe ajo që është e njëjtë. Por kam nevoja, oportunitete, mundësit munguara të ndryshme. Çka do të thotë që politika këtë përkatësinë e veçantë të përkatësinë shumë fishme. Kemi zgjidhur veçantat më burr. Ne nuk kemi lënë gjatë veçantë ta zgjidhim. Prandaj që vendosja e këtij koncepti nuk ka lidhje fare në mënyrën se si është shitur mediatikisht, si gjini shumë fishme. Nuk ka lidhje me gjini. Ja pra ta them ku është lidhja. Përkatësia shumë fishme ta thotë. Në rastin që sonë ti. Kjo është lidhja. Sepse i ignoron ligjet e posaçme që të mbrojtë, japin mbrojtje garanci dhe ti shkon ky ligj gjenerik. E kupton dhe i thua dikujt që shiko, mu ma ka dhënë ligji tani, ç'është kjo histori? Si më diskriminon diku që un kam diplomë të Kristalit, për shembull. E kupton? Se kjo është për shembull në tregun e ligjit e posaçëm, fal. Ligji i posaçëm është ligj. Sepse ligji i posaçëm nuk e lejon atë punë. Që marrin punë me diplomë Kristali, ja duhet diplomë shteti vëlla. Është në drejtën e punëdhënësit ajo. Do ta bëj këtë gjë. Me këtë ligj se bën dot se thoya është diskriminim, sepse e fut te grupi i Universitetit Kristalit që ka emër keq. Kështu është gjithë historia. Siç ka qenë shumë historia në çamat më vonë, ne kemi tjetuar atë. Po patjetër. Ditsoj për gjitha, baza rankimi është tjetër gjë. Ne kemi gjakat më burr, ne përdorim fjalën mbyllëzir atë fare. Çfarë thjesht?
E përdorim atë më. Dakor, po me publikisht ti drejtohesh dikujt në të njëjtën mënyrë pastaj është ofenduese apo jo? Po patjetër është ofenduese. Pa diskutim, e përdorim. Dakor. Si kjo është përdor gjitha. Pra jemi për këtë shoqëri. Ne po flasim kësaj shoqëri. Është ky ligj për realitetin shqiptar apo për një shoqëri që ende ekziston këtu tek ne? E gjuhës. Se edhe këtu. Ju po ta vini tre kur nxorët aty sanksionet, aty kishte komisioneri/ria. Kjo është një lloj mënyre se si do i drejtohet. E sqaroj Jacqueline. Ne kemi problemin tjetër që ne kemi institucione për shembull, neve sot komisioneri, kjo është ideja. Ose problemi që ne kemi kush është? Në një pjesë madhe institucionet identifikohen dhe jo vetëm me gjuhë maskullore. Zëvendës kryeministër. Se mos i vënë gjuhë femërore për shembull. Se ne kemi dhe i paradoks, ne sot kemi avokate populli, kemi grua dhe kemi avokati popullit. Dje komisionerja ka qenë... Nuk ka ngelur këtu. Një është një komponente, ka drejtë. Ka një faktorësh që ndikojnë në mbajtjen, tashi, a bim dakord njëri që ka diskriminimi midis burrave dhe grave apo jo herë? Ju e dini zotri që Shqipëria që nga mëse ka një platformë totale më fal. Për barazin gjinore, ju e dini që nga 2007 ka një strategji kombëtare për barazin gjinore që trajton edhe të gjitha këto pika që ju po i përmendni. I trajton po e diu që i trajton, nuk është se po më thonë që të lidhe me këtë gjë. Po jo mjaftueshëm. Po ne si jo mjaftueshëm. Po jo mjaftueshëm. Tash ligji që ju pas keni qenë pjesë 2008-ën, nuk është modifikuar asnjëherë. është po, 2018-ën. 2018-ën. Asnjëherë. Jo, ti përtico, në 2018 është amendu për t'ju përshtatë më mirë anti-diskriminimit. Informoni ju. Se unë e kam nga fletoria zyrtare. Shumë rregull. Është një ligj që është miratuar 2008 dhe nuk ka pasur mundësi të përditësohet. Kështu që ligji që i bërë 2008, më fal, nuk është një ligj i keq. Por është një ligj i cili ka nevojë të ketë rikonsiderime në disa aspekte. Po themi që është i keq. Sepse bazat e ligjit kemi ndërtuar neve shumë aspekte. Ka themele, ti ke aktet në ligjore, që për garantuar barazinë gjinore të vërtet, nuk duhet të qeveriset, jo vetëm me ligje, qeveriset në politika. Të ngurta përjetësisht. Qeveriset në politika dhe politikat i bën çdo qeverisje si qendrore dhe lokale. Më se edhe këtë se kjo është e rëndësishme. E vesi detyrim, po sepse unë fola shumë, unë tolerova shumë, unë ndërpreva shumë dhe prapë du ta them. Ligji për barazinë gjinore bën dhe detyrim ligjor atë që quhet buxhetimi gjinor. Sepse ju duhet dini që i pjesë madhe e politikave dhe buxhetimeve tyre bën me ndjeshmëri gjinore tash që të kemë parasysh karakteristikat e ndryshme që kanë burrat dhe gratë dhe nevojat e tyre. Mirë, po kjo ka qenë e pa ligjëruar ose e pa rregulluar. Pra kjo ishte në dorë të institucioneve ta bëshin. Ligji e bën detyrim që kushdo qoftë, kur bën një politikë, e cila do ketë implikime financiare, do duhet ta ketë barazinë gjinore për parasysh. Pra do duhet marrë parasysh sidomos specifika dhe karakteristika të një gjinie. Amatet kjo barazia gjinore me përqindje apo me mundësi reale për çdo individ? Po tash përqindjet janë një indikator një gjë, nuk mund t'i injorojmë totalisht. Si matet, është pyetje shumë e saktë. Është ngarkuar statin në ligj të bëj këtë. Ky ligj ngarkuar në statin të vetat, nevojitën akoma më shumë. Që ka bërë Instati. Ky projekt ligji referohet në një database të Instatit për të arritur që të fusi kush? E çfarë viti e çfarë muaji që ta dim dhe ne. Po Instati vit për vit nxjerr statistika. Jo, na jepni referencat, Ka statistika për burrat dhe nga BE-ja, ke Stambolli, pastaj gjithë faktorë që kanë kontribuar në miratimin e principit. Siç edhe ju thash. Ne kemi konsultuar këto konventa, këto gjëra kanë bërë vetë njerëz. Janë fuqi, nuk i zbulove ti sot që ke marrë këtë karrike. Janë fuqi, ka 15 vjet që janë fuqi. Edhe ligjet tjera në fuqi janë, edhe ligji për sigurinë shoqërore është me 93 fuqi është. Këto që po luajnë. Nuk e di nëse kemi akoma ligjet kohës komunizmit fuqi. Apo e kemi pastruar tërësisht legjislacionin. E di kush është një ngërsh tjetër. Po, pyetja që the, raport me realitetin, ai përgjigjet realiteti dhe këtyre ndryshimeve që po prezantohen. Dhe këtu po luhet gjithmonë me standardet e BE-s, aty kalon topi. S'dun, aty përplasen, kur dun ta kamuflojnë i çik më shumë gjën. Ti ke prap një deficiencë shumë të madhe të procesit. Mua m'intereson fenomeni Erla. Mua nuk m'interesojnë këto detaje. Kush është fenomeni që të shqetëson? Fenomeni se si ne arrim të
respektojnë procesin për të bërë një projekt ligj, që ka një proces të tërë, se nuk bëhet as me ChatGPT, as me dëshirën time, tënden atë kujdo nga ne, ka një proces të tërë, dhe ky proces duhet jetë në çdo hallk transparencë. Edhe ky projekt ligj, njëherë na dolën shoqata që të saktura që e mbronin, dhe s'doli asnjëherë ministria që e kishte depozituar në parlament, dhe brenda parlamentit ka qenë një kaos në vete. Dhe fakti që ne sot, edhe në debatin e ditës sotme, pati një kakofoni në raport me standardet e BE-s, tregon një handicap fort, aty ka një komision për çështjet e Europës. Okej. Që duket ka qenë Lela, leo totalisht i vetëm një pas sekond. për ta menaxhuar. Dëgjoj, të lidhem vetëm procesin. një moment me parlamentin, Patjetër. të lutem, dhe pastaj të bëj pyetjen e fundit. Se po flet në mos gaboj Berisha. Diskriminimi gjinor dhe ka votuar një ligj ndër më të mirë që ekziston. Kurse ligji i sotëm është një ligj që përmbys rendin juridik të Shqipërisë, kushtetutën e vendit në një seri nenesh, kodet e vendit që përbën bazën e sistemit juridik dhe ligjet të tjera. Me akte të tilla, Edi Rama kërkon të blej kohë dhe influenca, por kohrat do t'i ketë të shkurtra. Faleminderit. Është votuar, pa. Kjo ishte deklarata e kryetarit të Partisë Demokratike. Është votuar projekt ligji, 77 vota pro, 36 kundër dhe 0 abstenim. Zëja Lakatari, dua të ta bëj dhe ty pyetjen, që a mendon që shoqëria shqiptare, që është një shoqëri me rrënjë të forta, tradicionale, edhe fetare, pse jo, është e gatshme të përfshihet në një debat që lidhet dhe me identitetin gjendor dhe me orientimin seksual? Jemi gati ne? Sa që në mungon neve për qenë gati për të hapur zemrën, mendjen? Çfarë në mungon neve? Çfarë do të thotë kjo? Që nëse ne jemi për familjen edhe për traditën, ne nuk e shohim dot një formë të re të familjes? Çfarë na pengon që ne të bëjmë debate të tilla? Çfarë mangësie kemi ne si shtet dhe si popull që ne të bëjmë debate të tilla që bëhen të fshinjët tanë? Ja, homofobia që përmendi Manjani, për shembull, ai Homofobia tha, është shfaqja e dhunës dhe urrëties, edhe është një problem që zoti Manjani duhet ta trajtojë. Barometri që përmendi Manjani të lutem. Patjetër është një problem që duhet të zgjullë dhuna dhe urrëti që duhet trajtuar. Po pra, Papërqyeshmëria, jo. Papranueshmëria. E pra ishte papranueshmëria ndaj atyre që kanë një orientim. Në familje, të lutem, se ishte 80 në familje, bilas komshi nuk i donin. Informimin që kanë ndodhur për të ligj, patjetër. Jo, kjo është bashkë 2 vite përpara, nuk ka lidhje me projekt ligjin. Po, pra, jemi një shoqëri që akoma nuk e pranojmë dot. Jemi gati. Po pse në gjitha shoqëritë që i kanë bërë këto, çe shoqëri, pse çe mendon, ato kanë qenë më tradicionaliste se neve nëse edhe me ndikim të madh të fesë në relatat dhe traditat e tyre nëse doni ta dini. Kjo është çështje drejtash njeriu, Erla. Nuk është çështje këtu as politike, as traditash, as zakon. Kjo është çështje drejta e njeriu. A jemi gati ne, dhe pyetja duhet të jetë ndryshe. Si? A jemi gati ne t'i kuptojmë drejtat e njeriut dhe pastaj të flasim për realizimin e tyre apo jo? Po edhe ajo, sepse një nga gjërat që të paktën ne konstatojmë si institucion, është që neve akoma kemi një perceptim hipokrit të drejtave të njeriut. Neve i kuptojmë drejtat e njeriut kur bëhet fjalë kur na cënohen ne. Ne, po, dakor. Po kur bëhet fjalë për tjerët pastaj nuk tregojmë as kuptueshmëri, se nuk jam dakord për mos pranimin. Po kështu jemi ne si shoqëri, të bëj ç'të doja ai. Nuk tregojmë, jo, po nuk është thjesht çështja të jetojë në shpintim. Po jo shpintime, po është çështja e të gjithëve kjo. Çështja është me kufizimet që ne kemi me ligje. A lejojmë neve që njerëzit, individ të ndryshëm, t'i gëzojnë të drejtat e tyre apo jo? Se ju përmendët për shembull martesat apo bashkëtesat personave të njëjtës gjini. Të njëjtës gjini, po. Që më pas sot në Shqipëri, më pas mund kërkojnë edhe të adoptojnë fëmijë persona të njëjtës gjini, të lutem. Jo, s'ka problem, jo, thjesht po pyes. Persona të njëjtës gjini, nuk po diskutohet martesa fare, as nuk mund të bashkëtojnë dot në një mënyrë të njohur nga ligji. De facto bashkëtojnë ato, rrisin dhe fëmijë. De facto rrisin dhe fëmijë. Nuk janë brenda kornizave ligjore. Ta rregullojmë me ligj. Po shiko, po është mangësi e madhe e shtetit nëse nuk rregullon situata me ligj, sepse nuk merr dot as njohuri pastaj mbi këto situata. Duhet shteti ka për detyrë të rregullojë aty ku ndjen që ligjet që ka bërë kanë kufizime jo proporcionale
për individ apo për grupe individësh, duhet filloj të marrë masa t'i rregulloj, se është më mirë ta rregullosh një gjë, se sa ta lesh ndodhi de facto, dhe pastaj mos kesh as dieni se çfarë ndodh në atë situatë. Se çfarë ndodh në të vërtetë. Mirë, më janë, qëndron kjo që thot komisioneri. Cila është? Nuk qëndron valla, se këtu ndahen shoqëritë tani. Si që ka kjo? Si ndahen? Ka shumica e shteteve të sotme në rruzullin e tokës, nuk e pranon martesën gay. Kjo është fakt tani, nuk po e shpikun këtë. Dakor? Atëherë pse duhet ta bëj Shqipëria këtë? Ti e pakica. Po them, a kufizohen të drejtat të tyre personave apo jo? Kjo është pyetja. Por edhe një herë, A respekti. kufizohen të drejtat të tyre personave? Patjetër nuk duhet të kufizohen. A është proporcionale ky kufizim apo jo? Në shoqërinë bën politikat për veten e vet. Në shoqërinë e shteti ka lind për të kufizuar. Dakor? Problemi shqiptarëve, proporcional po pyet. Atëherë, proporcionalizmin shqiptarët e kanë pak si më komunistët. Ne lejmë shqiptarët, se ne përfaqësojmë shqiptarët. Ne jemi komunistë vëlla. Ne nuk besojmë tek e drejta natyrore. Që të filloj të bëj atë analizën që thuti. Unë, përgjithësi shqiptarët besojnë tek e drejta që t'jep shteti. Dhe prandaj rrin syk. E kupton, këtu mund të bëjnë ligje çfarë duan këta. Se çan njëri me nerën këtu, e kupton, ama ligje din ata. E kupton, kjo është gjithë historia e këtij vendi. Kështu që është luks i madh të kërkosh një shoqëri kaq të mbyllur, totalisht totalitare, se shoqëria është totalitare, për ne kemi këtë politikë që kemi. Nëse mazhoranca totalitare janë kudo. Jo mazhoranca, shoqëria në vetvete është e mbyllur. Sikur që ndodh sot në Europë, për shkak kjo është një gjë që ma jep shteti. Është një qartë Europa sot se çfarë mazhoranca. Ne kemi 3 fe, por unë kam shumë të vështirë të besoj që në të 3 besimet, shqiptarët në 3 besimet besojnë që lirinë dhe drejtën e ka të lindur, qoftë nga Zoti. Jo, ja jep shteti. Është halli madh këtu. Shumë halli punojnë për këtë gjë. Dhe kur pasoj ligjet dhe ata që bëjnë ligje dhe ata që bëjnë politika, mundësinë për të spekuluar me këtë shoqëri kanë shumë të madhe. Patjetër. Për hir të vërtetës. Dhe këtë debat që bëjmë me këtë është luks për njerëzit. Për hir të vërtetës, se duhet të pranojmë këtë gjë. Është shumë luks. Shqetësimi që unë kam është jo më çfarë hallesh kanë për letë në hallet e tyre pa tash. Në qafsh më le hallet e tyre. Hallet. Ja çfarë hallesh kanë tani hallet? Hallet me 4 shtëpia janë, po ha. Çfarë hallesh kanë? Qa mua bet këtë tani e kanë mush me shtëpi pa leje. Ja, kjo është populli shqiptar. Edhe, ama, ku vjen puna të fëmija dhe të vlati, thot vallaj, ma mirë më se shof. E kupton? Se ky popull është që ka qu edhe ne, njerëzit tanë janë, që kanë qu vajzat jashtë shtetit. Për ti shite, për ti bo. Le tani pa zotin, mos hapim këtë temë, sa është shumë e komplikuar. Kjo është ajo familja tradicionale që ne po mbrojmë. Nuk jemi na, s'ke tradita. Atëherë për çfarë po mbrojmë? Atëherë pse ne bazojmë këtë diskutimin sot mbi traditën e shqiptarëve ku ju vetë sapo e thatë se çfarë shoqërie jemi ne. Pse ne nuk jemi gati? Pse ne nuk jemi gati për korrupsion, po jemi gati për drejtat e njeriut? Kjo gjëja më jep shoqërisë time klientele, se shoqëria jonë është klienteliste. Më jep një abonem shumë që duhet ta paguaj unë nesër. Dakor? Po kjo arrihet nëpërmjet edukimit o zoti Manjani, nuk bëhet ndryshe. Nuk bëhet ndryshe. Ky ligj kërkon më shumë buxhetim. Apo ka se e drama s'pagun për këtë gjë. Të dalin nga taksa. Patjetër. Po të drejtat e njeriut janë njësoj të rëndësishme si problematikat e tjera që ka Shqipëria. Po njësoj janë. Nëse ne bëjmë ligje që rrisim grupet e marginalizuar dhe marginalizojmë një shoqëri e cila ka nevojë të nuk marginalizohet o zoti Manjani, se ju e dini shumë mirë që nëse një grup shoqëror merr disa të drejta, grupi i madh shoqëror nuk i humb të drejtat e veta. Në momentin që e klasifikon atë, marginalizim është. Edhe kuota në vetë është marginalizim. Është diskriminim pozitiv. Është totalisht e gabuar. Prandaj quhet diskriminim pozitiv. Po ama është diskriminim. Dakor, dhe kjo është gjithë historia. Diskriminim pozitiv, patjetër. Pikërisht pra ne po them është debat luksi kjo, është diskutim luksi për mjedisin ku jetojmë. Po ç'është diskutim halli? Jo, nuk është diskutim luksi. Jo, më sigurisht që s'është diskutim halli. Se të mos diskriminohesh në vendin e punës. Çështja është që diskutim luksi do bëhet hall. Të kesh punën e papaguar nuk është luks, të buxhetohet puna e papaguar nuk është luks. Unë jam kundër kuota, kundër çdo kuote. Unë jam pro zotësisë, unë mendoj, unë aspiroj një shoqëri që të ketë bazohet në meritë. Po afron shoqëria mundësi reale për të në bazë meritës të fitohet një gjë? Kjo është pyetja. Eksakt, atëherë jemi totalisht gabim, s'kemi ndërtuar zë. Nëse ndërtojmë një shoqëri me të meritës, nuk ka kuptim. Deformimi i meritës bën që ti të ndërhysh në mënyrë ligjore. Kuota nuk më sjell meritën sepse për shkak në fakt, për shkak të kuotave, unë kam në parlament me 120 dudukso. Dhe duduke. Për shkak të gjinisë. Dhe nuk më fat asgjë. E kupton? Kam në parlament Zeqineja për shembull, fjala vjen. Po mi ç'të keq ka tani? Ç'të keq ka Zeqineja tani? Pa ta lutem tani kush është kontributi politik?
Kush është kontributi Me politik? këtë duhet ja kërkojmë partisë që e ka zgjedhur tani. Po ndoshta ka meritën e vet në Ky parlament ka zonën lënë që jeton. Noela Parnaskën, ka lënë Arta Dadën dhe ka thënë se çizë ditën e popra, po do ta themi këtë, pse është bërë kjo për shkak të kuotave. Hajde me gjithë kuotat tani. Çfarë do mobilet? Ka ra cilësia, ka ra kualiteti, ka ra çdo gjë. Pse? Në emër të kuotave, në emër të diskriminimit, në emër të saj, në emër të asaj. Pse burrat i kemi më të mirë ma një. Kush tha, nuk thash të. Nuk këtë thash as këtë. Absolutisht jo. Sepse ka rënë sistemi i meritës. Dhe nuk ma zgjidh kuota, as kjo. Dhe zhduku përfaqësimin nëpërmjet votimit me votë të përfaqësuesit popullit. Kjo është historia që ne provojmë akoma në kurriz. Dakor, se është më e thellë, ne po rrim kësaj gjëje. Në gjykimin tim dhe unë kam luftu fort për kuotën. Edhe që e futëm 2008-ën, kam qenë një nga kryesorët që kam bë koordinimin për ta përfshi kuotën, megjithëse shumë ishin kundra, jo vetëm burra, po edhe gra. Por kuota në këto 20 vite që është aplikuar e ka tejkaluar misionin e saj dhe funksionin e saj, sepse u rrit shumë fish përfaqësimi. Dhe ndërkohë që ne po flasim për barazi gjinore, më mirë gra se sa burra. Jo, as këtu s'jam dakord. Edhe zotria që tha që ne synojmë një barazi edhe në qeverisje vendimmarrje, ne arritëm qeverisje 75% gra. Pse duhet ta pranojmë ne këtë gjë? Se nuk i zë spaku, gratë. S'është normale, sepse duhet gjithmonë duhet një balans. Edhe 50-50 që kemi futur këshillat bashkiake. Çfarë impakti ka sjell? E ka tejkaluar Erla edhe Kosova që është modeli më i mirë që mund të referohemi. Ne u nisëm. E ka kuotën në dalje, jo në hyrje, e ka me gar. I ke ndjekë zgjedhjet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I di që 2 guvernatore janë femra që fituan, Virginia dhe New Jersey. Si fituan? Me garë. Dhe është hera e parë që edhe në analizën politike është tjetër debat. Vetëm 2 guvernatore janë aty? Futet, aq ishte gara tash për 4 shtete. Jo, flas nga 50 shtete sa guvernatore. Jo, ishte gara për 4 shtete tani. Hera parë që futet edhe për këtë kryebashkiakun e New Yorkut që fitoi, që janë fitus jo politik. Sepse u adresuan këtë çështje, u adresuan këtë njerëzit, domethënë bota po evolon në një tjetër drejtim. Ne kemi ngelur te kuotat, po sigurisht, pra. Po ne tash nuk mund të ngelim në status quo për 20 vjet. Ka mbaruar ai, ka mbaruar. Po më e bukur është të gjitha ata që përmendi janë pro të drejtave të njeriut, për drejtave LGBT, të drejtave të emigrantëve. Ti japim hakun secilit. Janë liberale ata që fituan. Sipas punës, kundër establishmentit, por liberal. Sipas meritave. Shumë përveç atit New Yorkut që e cilësuan si komunist, po e cilësuan. Po cilësuan apolitik, sepse adresuan kaj ndryshe edhe fushatën. Po esëm në tjetër drejtim, edhe jeta politike, edhe standartet po ndryshojnë, jemi në një situatë krejt të re. Nuk e nisëm të debatin për 30% për gratë. Do sjeli, ka pikëpyetje dhe veta, po dhe ne nuk duhet ngelim status quo, 2 dekada rresht, po me i ven edhe aty mërthemi, aq më tepër që pretendojmë që kjo na ndihmon për integrimin, është totalisht e kundërta. Nuk ka lidhje fare kjo gjëja. Po mirë, Jacqueline, një minutë. Ti bëj një pyetje, dakord, meqense ky projekt ligj thuhet që po kalon në emër edhe të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani kur ne i përshtasim këto ligjet, a duhet ti përshtasim edhe sipas kontekstit shqiptar apo duhet i marrim ashtu siç janë edhe ti? Vjen koha për të ratifikuar këto ligje, ndoshta duhet mendojmë gjatë ratifikimit që këto ligje duhen përshtatur me kontekstin shqiptar dhe bëhen pjesë pasaj mënyrës së jetesës së brendshme dhe ligjeve të brendshme të cilat Shqipëria përdor. Kështu që kjo duhet menduar kur ratifikohet. Unë kam akoma dilemën. Pasi ne ratifikojmë, pastaj duhet patjetër të zbatojmë atë që kemi pranuar dhe ratifikuar. Dakor, se unë kam akoma atë dilemën, nëse shoqëria shqiptare është gati për ta pranuar diversitetin gjinor dhe seksual. A jemi ne gati për të bërë një debat mbi këto koncepte që për Shqipërinë janë të reja, po patjetër që jemi gati. Shoqërisë nuk ka fare mundësia të informohet mbi atë ligj. Ky është problemi. Po dakor, po defekti kujt ishte? I politikës? Defekti i institucioneve. Po ti ke shumë raste nëpër media që e kanë trajtuar dhe kanë përdorur edhe këtë projekt ligj për bërçar në mënyrë trajtimi shumë, domethënë. Se është bërë shumë zhurmë, është bërë shumë sherrë, është kaluar në ofendime, në fyerje, dakor, okay. Duke tentuar klikime, duke tentuar ngacmime, gjë që s'ka të bëjë me thelbin fare. Ne kemi nevojë që të rritë parimet ke thelbi, çfarë na duhet, ç'as na duhet. Unë mendoj që aktualisht shoqëria shqiptare nuk është e gatshme
ndryshme. Për të pranuar ose për të përqafuar ndryshime ky projekt ligj kaq të kaloi forta. Projekt ligji kaloi, ka president, ka gjykatë kushtetuese. Ato doja të pyesja Manjanin nëse në gjykatë kushtetuese se është diskutuar sot gjatë ditës. Po ka patjetër, ka po të dërgohet dhe arrëzon gjykata kushtetuese. Ka zëra që do shkojë. Se jam në fund duhet ta mbyll para se të bëjë një mesazh promocional. Nuk besoj që mund të ishte objekti një gjykimi i gjykatën kushtetuese për sa kohë që nuk ka një konflikt konkret. S'ka konflikt konkret. Duhet ketë një përklasje konkrete, një mosmarrëveshje konkrete që gjykata kushtetuese ketë jurisdiksion të flas. Flas gjithmonë siç thon ligjet e shkruara, pastaj në Shqipëri ndodh çdo gjë, nuk është ndonjë çudi e madhe, po nuk besoj që është debat kaq i madh. Në qoftë se për shkak të këtij ligji do lindin nisma të tjera ligjore, që ky është qëllimi, kjo është si fjala vjen martesa brenda gjinisë. Ky është bashkëtesa se jo, martes. Do statusin civil. Po nëse gjithë vendet shu kanë shku bashkëtesa. Po domethënë ide, s'ka rëndësi, okay, ja vëmë me si duhet. Ai është më i pranueshëm. Po, dua të them që ky është debati real, nuk është ky ligj, është produkti i këtij ligji. Ose kur të vi ligji zgjedhjeve, çfarë do bëjmë me kuotat e aty në që kanë dalë nga binarët. Ora kuotat duhet të heqim fare, kuotat. Mirë, dakor, po kemi më kohë për atë debat, po. Tu mund të ketë një debat konkret. Ose ku diun në tekstet shkollore, ndoshta mund të ketë një debat konkret, se di. Por besoj që gjykimi kushtetues niset nga gjykimi konkret. S'ka vend. Okej. Thjesht për ta kuptuar meqense sot eventualisht është duhet me pa, po nuk është se paktën për këto gjëra që po flasim nuk kemi në. Dhe ky ligj do siç është miratuar, do hyn fuqi, do rri aty në fletore zyrtare, s'ka për të kuptuar. Kjo mund të jetë një histori. Se ku ekziston. Siç ka ndodhur, mund të ndodhë edhe me këtë sfida. Tu mendoj unë që, domethënë, unë të vërtet ke më shumë frikë mos implementimi se sa. Kjo është zgjidhja magjike që ofron Shqipëria. S'kam në merak me miratimin e ligjeve, ne miratojmë shumë ligje në Shqipëri. Por pastaj mbesin aty zyrtar. Nëse do duhet me vërtet me pas një mbikëqyrje, dhe ligji e parashikon dhe mbikëqyrjen në të vërtetë. Krijon kosto ky ligj. Parashikon mekanizma mbikëqyrjes. Por në të vërtet, nëse do duhet diskutojmë për këtë ligj, do diskutojmë apo implementohet apo jo, realisht. Kjo është sfida e vërtet që ne kemi. Problemi është që... Dy fjali Lala, se duhet ta mbyll para se të lexoj dhe një mesazh promocional. Ne veç ligjeve, ne për barazinë gjinore kemi strategji kombëtare në detaje të zbërthyer. Prandaj del problemi ke zbatimi. Po nëse flasim për demokraci, asnjëherë pakica nuk mund të imponohet shumicës. Dhe ne qartë po si ta gjejmë dhe kush është pakica dhe kush është shumica? Po sigurisht ti e teston me opinionin publik. Do të bësh një ligj të posaçëm, ligj specifik edhe për këtë kontingjent. Çfarë do bëjmë në referendum? Patjetër, e ke të gjitha mekanizmat e mundshme. Po nuk voton asnjëherë shumica ligjit që i përkasin pakicave, se s'ka kuptim. Në një shoqëri demokratike. Jo, ka të drejtë komisioneri. Për të imponuar, nuk imponohesh dot. Sepse ti që këtë gjëndë, ti shkel mendimin dhe qasjen e shumicës. Ti me funksion e kartonit që ke sot majorancë, ti shkel të drejtat e shumicës. Po se po pikërisht pra ti po diskriminon shumicën. Po diskriminon pra sepse shumica opinionit publik nuk e ka përqafuar. Shumica opinionit publik do isha dakord me ju në qoftë se do ishin informuar në mënyrën e dur. Jo, po, informimin e keni ju në atë institucionet, e kanë gjithë institucionet përkatëse që paguen me taksat tona për ta bërë këtë detyrë. Për ta bërë këtë, ato janë pranuar. Kurse këto institucionet deri sekond fundit mund vishin mesazhe që edhe ato që ishin kaluar në komisione, amendimet prapë ndryshonin në sallë, në seancë. Kështu që gjatë gjithë kohës ka qenë procesi ky ligj kaloi sot. Po, shiko. Megjithatë debati kam përshtypjen që mund vijoj. Qasja s'ka përfunduar këtu, ky është proces. Është proces, dakor. Le t'i lejmë kohën edhe të flasën dhe institucionet për nëse ndodhin ato që kishte shqetësim pastori apo dhe të tjerët, sigurisht që mirë, ato shqetësimet e pastorit mbeten. Beten, dakor. Beten po dëshojmë se cili ka të drejtën të shprehë ato që mendon vetë. Ne kemi këtë magji që i bëjmë ligjet, bëjmë në gjithë të zhurmë, po pastaj mbeten aty letër. E rëndësishme është që për herë të parë do flitet kaq shumë për barazinë gjinore, edhe kjo është arritje. Ky hall kaq i madh dhe ky merak kaq i madh për barazinë gjinore s'kishte bë vaki. Kështu që edhe kjo një lloj qasje e re është. Por ato detajet pastaj le t'i shohim me qetësi.
Mirë, Zonja Përnaska, të falenderoj shumë që ishe sot me mua, Manjan të falenderoj, Zonja Lakatari shumë falemderit, komisioner të falenderoj shumë, dhe përpara se t'ju them natën e mirë, gjithve dua të bëj dhe një mesazh promocional për të gjithë juve që na ndiqni. E dini pse disa biznese dallohen nga të tjerët, sepse ato kujdesen për stafin e tyre, jo vetëm për xhiron. Punojësit e mirë nuk qëndrojnë për rrogën, por për ndjenjën e sigurisë dhe për të ardhmen që kompania u ofron. Dhe kjo është arsyeja pse bizneset që kujdesen për njerëzit e tyre rriten deri në 30% më shpejt. Sigal Invest është partneri që e kthen kujdesin në strategji, siguri dhe motivim për punojësit, kursime tatimore për kompaninë, fitime të qëndrueshme në kohë. Me mbi 20 vite eksperiencë dhe 37 milion euro asete, Sigal Invest është provë se kujdesi ndaj stafit është investimi më i mençur që mund të bëjë një biznes. Hap llogarinë online, ndiq kursimet në aplikacionin Fondi Sigal dhe investo sot, sepse kujdesi për njerëzit është forca e çdo kompanie të suksesshme. Sigal Invest, investo kurse fito. Natën e mirë, bashkë takohemi të hënën.